Në katedralen Ngjallja e Krishtit, kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, fortlumturia e tij Johani, mbajti një predikim me rastin e së dielës së 5 të Mateut, duke u fokusuar te mesazhi i shërimit të dy të demonizuarve. Gjatë fjalës së tij, kryepiskopi theksoi lirinë e njerëzit si një dhuratë e Zotit dhe përgjegjësinë që rrjedh prej saj. Kryepiskopi u ndal gjithashtu te vështirësia njerëzore për të pranuar fajin dhe prirjen për t'u shfaqsuar, duke ilustruar këtë me një shembull nga jeta e shenjtorëve. Themeli i antropologjisë krishtere, që njeriu është krijuar si një qenie e lirë, ai shumë e ka dashur Zoti çdo individ sa që ka krijuar si një qenie të lirë, që do thotë kemi lirinë për të pranuar Zotin e për të ecur rrugën e tij, siç kemi edhe lirinë për të mëkatuar dhe me anë të kësaj të mund shkatërrojmë veten tonë. Gjithse kush ka përgjegjësi për çdo vepër të tij që bën, sepse njeriu është një qenie e lirë. Shpeshherë gjetja e fajit jashtë është një justifikim. E tregohet një histori shumë e bukur në Malin e Shenjtë. Gjatë kreshmës së madhe ishte një murguri i cili ndoshta kishte shumë vështirësi për kreshmën dhe kishte një çelës të madh, siç kanë qenë çelësit e dyerve të asaj kohe, që kishin një shumë të madhe, e merrte atë çelësin, vendoste një vezë dhe zjente në flakën e qeriri. Dhe njëri igumeni hapi derën dhe e pate duke bërë këtë dhe tha, çfarë bën kështu thot? E tha që më tundoi djalli. Historia thot që dëgjua një zë i trash duke i thënë, gënjeshtar, mos më kishte shkuar asnjëherë në mendje kjo gjë. Ishte djalli që foli. Shpeshherë duke gjetur justifikim vetëm nga jashtë, ne nuk shërohemi, sepse mosfuqia për të pranuar fajin tregon një dobësi shumë të madhe shpirtërore. Ai theksoi se aftësia për të marrë përgjegjësi për veprimet tona është thelbësore për shërimin shpirtëror.